Salam aleikum. A lejohet të puthet Kurani dhe të bësh dua me unaza vendosur? Pra dy pyetje. Me unaza vendosur është për qëllim po besoj femra, me unaza dukatit, a ban me bë dua? Po ban me bë dua, s'ka lidhje kur gjë. A lejohet me puth Kuranin? E keni parasysh domethënë ta marr si shembull nëse e kem këtë kështu me puth ose dikush edhe e merr puth dhe e vendos kështu në ballë. Çfarë themi neve? Kjo nuk është transmetuar nga të parët, normal nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, se në kohën e tij nuk ka pas mushaf të kësaj forme që na e kemi, ka pas Kurani ka qenë i zbritur edhe kanë marrë mend sahabët e kanë shkruar, por si një libër i veçantë, domethënë nuk ka ekzistuar si libër kështu. Pastaj në kohën e Abu Bekrit është mbledh, në kohën e Uthmanit radhiyallahu anhu është shëmuar dhe shkruar në një libër dhe është quajtur mushaf. Nuk është transmetuar prej tyre që kanë bërë një gjë të tillë. Ka disa transmetime pastaj të gjenerata të tjera që dikush prej tyre ka vepruar këtë gjë. Çfarë themi? Themi nuk është ndonjë sevap i veçantë ose ndonjë problem ose ndonjë tradicionet. Nëse bën dikush ndonjëherë, inshallah taala unë ja përgjigje që nuk ka problem me izin Zotit azza wa jall, po me mendu se po se puthe Kur'an nëse me vun ballë këtu ke hyn gjëna, me mendu domthonjë që është pjesë e fesë dhe pjesë e edukatës me Kur'anin, jo kështu. Ku na kishmi raste domthonjë që në një video të incizuar ka hyrë hajni me vjedh një lokal edhe kur i qel fioka domethënë për mi marr parët ose çka ka aty, e sheh Kur'anin, e merr Kur'anin e puth dhe vën ballë, domethënë hajni po hajni devotshëm. E ke parasysh domethënë mendon që edhe ai përmendoi ka pjeka atij që po e Kur'anit ti duhet me puth, për ndryshe se ke respektu. Ulemat kanë thonë Kur'ani respektohet duke mësu leximin e tij, duke mësu përmendje, duke praktikuar ata, duke kuptuar Kur'anin, duke mësu të tjerëve, dispozitat e Kur'anit me i vendos në vend. Kjo është më e rëndësishme se sa puthja e tij. Pra ka një transmetim nga Ikrima që është transmetuar se e ka puth, nuk tham që është ndaluar, por tham që të anohet ka ajo që veç puthja Kur'anit edhe u kry, tjera të sa në milon anash, kjo është gabim pastaj. Pra, kemi kujdes, me ik, ndoshta është më e arsyeshme. Allahu e di mas miri.